Ivan Gozdenovic është një prej trajnerëve serb i cili punon në Shqipëri. Në sezonin e fundit, ky trajner drejtoi Elbasanin dhe ishte pranë arritjes në Europë në Final Four, por në fund ishte Partizani që i kaloi duke marrë biletën e Europës. Gozdenovic ka dhënë një intervistë në median serbe Zurnal, atje ku ka folur se për këtë rreziku të madh që i vjen Serbisë nga Shqipëria. Kur ndalet e një futbollist i vetëm, Gozdenovic është indikuar shumë nga shqiptarët. Ai përmend Armando Brojen. Ndërkohë kur është pyetur në lidhje me incidentet e mundshme, trajneri ndihej pak i nervozuar kur dëgjonte për skenare të tilla, pasi sipas tij nuk do të ketë as në Tiranë dhe as në ndeshjen e kthimit, e cila do të luhet në Beograd. Shqipëria është një ekip kombëtar me shumë cilësi. Çdo lojtar ka një dëshirë të papar për sukses. Kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë dhe në vitet e fundit, ekipi kombëtar ka pasur një cilësi të madhe, të mishëruar kryesisht në lojtarët e shumë ndërkombëtar, kryesisht nga klubet italiane. Shqiptarët kanë një sulmues të rrezikshëm, Armando Broja, lojtari i Evertonit, shumë i shpejt dhe i shkëlqyer në lojën 1-1. Ata lanë gjithashtu një përshtypje pozitive në kampionatin evropian, ofruan rezistencë të fortë ndaj Italisë dhe Spanjës dhe barazuan me Kroacinë. Së bashku me Armando Brojen është Berat Jimshiti, nga Atalanta, është më i miri, përpara Portës është Tomas Rakosha, me përvojë Tanita Eku, ai ishte portieri i Lazios për një kohë të gjatë. Kristian Aslani është e Interi, pati një shans në gjysmën e dytë të finales të Ligës së Kampioneve kundër Paris Saint-Germainit. Nuk është ende një lojtar standard në klubin e Milanos, por është një futbollist i cili mund të bëjë shumë mirë për ekipin dhe është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Ekipi vendas do të ketë erën mbi shpinë, por kjo mund të ushtrojë presion shtesë mbi ta. Tifozët do ta mbushin stadiumin, do t'i mbështesin lojtarët dhe do të presin një fitore. Mbetet për të parë nëse kjo do të jetë një plus apo një minus për Shqipërinë, tha Gozdenovic, duke ju referuar mbështetjes së zjarrt të publikut që do të jetë në Air Albania. E teksa gazetari serb i tregoi incident të ndodhur në ndeshjen e zhvilluar në Elbasan Arena, kur u godit autobusi i ekipit të Serbisë, Gozdenovic tha: "Nervozohem kur dëgjoj gjëra të tilla që vijnë nga vendi im, nga Serbia. Nuk ka për të pasur incidente, as në Tiranë dhe as në Beograd. Edhe për shkak të marrëdhënies së mirë mes dy federatave, kjo nuk kupton një shans të ulët për të ndodhur diçka negative. Do të luhet vetëm futboll dhe duhet shijuar vetëm në këtë aspekt. Është vetëm një ndeshje futbolli dhe asgjë më shumë se sa kaq. Për Shqipërinë, kjo është një ndeshje pak më shumë specifike, pasi është ndeshja e tretë, ndërsa për Serbinë është ndeshja e parë dhe nuk do të ishte keq dhe një barazim i marrë në Tiranë", përmbylli Gozdenovic.